Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili tha se LDK-ja po e bllokon formimin e qeverisë opozitare pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Në një postim në Facebook, Abdigjiku thotë se po lodhet kot me sulme ndaj LDK-s, duke shtuar se gjithë ky presion vetëm po e bën LDK-n më të fortë. Ja ku e keni të parin, e ka rendin ai. Kur vjen rendi tek ne, nëse vjen ndonjëherë, qëndrimet i keni të qarta, edhe ato nuk ndryshojnë. Ndoshta edhe janë mësuar që kjo LDK-ja tua bëj politikën për qejf. Ndoshta edhe janë mësuar se me presion të tillë LDK-ja liget e eventualisht edhe bien. Ky presion veç po na forcon, shkruan Abdigjiku mes të tjerash. Postimi i kreut të LDK-s erdhi pas një ndalese të tij në Gjakov për turin falendërues ndaj votuesve që i përzgjodhen të votonin LDK-n në zgjedhjet e nënshkurtit, e që ishin jo pak, por mbi 170.000. Sonde në Gjakov për kafe të vonshme, mes njerëzve të mbar, mes mbështetësve tanë e mes bashkëqytetarëve gjakovar. I falenderova për mbështetjen e dhënë. Turneu i falenderimit vazhdon, shkruan Abdigjiku ndër të tjera. Më pas ai thotë se ju foli, i dëgjoi dhe i siguroi për rrugëtimin e LDK-s të gjithë mbështetësit në Gjakov. Për këto sulme të gjithanshme, ndërsa nga politikan mendimtar publiko-partijak, e secili që disi merr të drejtën na tregoi se çfarë vendimi e qëndrimi na u dashka të mbajmë ne si LDK. Për gjithë këta bashku them se lodheni kot. LDK-ja po flet drejt, po flet njëjt, po flet siç e kanë drejtuar votuesit e vet. Mbi të gjitha LDK-ja po flet me dioptri realiste në vend. Ky realitet nuk na pëlqen, por ai nuk ndryshon. Sado që investohet në antifushat ndaj nesh. Sa pak kanë kuptuar në gjithë këto 4 vjet, që ta kuptojnë mirë dhe qartë, ajo politikë është e vdekur tashmë, nuk kthehet më. Së pari është LDK-ja, sepse me LDK-n është dhe Kosova, shkruan Abdigjiku.